Nga Bashkimi Demokratik për Integrim përmes një preskonference për mediat kanë reaguar pas dhunës në ndeshjen e basketbollit ndërmjet Shkupit dhe Vardarit. Nga BDI kërkojnë hetim urgjent të rastit dhe dorëheqje politike për neglizhencë. Në emër të Bashkimit Demokratik për Integrim, dëshiroj të shpreh shqetësimin e thellë dhe indinjatën e pakompromist ndaj incidentit të paprecedent që ndodhi gjatë ndeshjes të basketbollit ndërmjet klubeve basketbolistike Shkupi dhe Vardari. Akti i dhunës fizike, i ushtruar në mënyrë kolektive nga lojtarët dhe stafi teknik i klubit Vardar, të udhëhequr nga trajneri i tyre, një herazi edhe përgjedhës i ekipit kombëtar të Maqedonisë së Veriut dhe stafit të klubit basketbolistik Shkupit, është akt i patolerueshëm dhe përbën një alarm serios për gjendjen e sigurisë, të drejtësisë dhe të bashkëjetesës në vendin tonë. Kemi të bëjmë me një incident që është rezultat i një ambienti të përgjithshëm të motivuar nga urrëtia ndëretnike. Si pasojë, një përfaqësues zyrtar i klubit basketbolistik Shkupit, asistent trajneri Faik Miftari, ka përfunduar në spital për ndihmë mjekësore, i rrahur brutalisht nga ata që përfaqësojnë jo vetëm një klub sportiv, por një mentalitet të rrezikshëm për bashkëjetesën. Kjo ngjarje nuk është e izoluar, ajo është produkt i drejt për drejt i një klime të polarizuar që po thellohet dita ditës si pasojë e politikave përjashtuese dhe diskriminuese të qeverisë aktuale. Gjuha e urrëties ndaj shqiptarëve, përpjekjet për të paraqitur si të dhunshëm apo të kriminalizuar janë bërë pjesë e një narrativi të rrezikshëm që nuk synon bashkëjetesë, por përçarje. Politika e vazhdueshme e përjashtimit të shqiptarëve nga vendimarrja reale, përdorimi i mediave të kontrolluara për të kriminalizuar figura shqiptare dhe ushqimi një narrativi antishqiptar në institucionet publike, ka prodhuar një ambient armiqësor ndaj çdo përfaqësimi shqiptar me dignitet. Këto politika nuk i shërbejnë bashkëjetesës, përkundrazi, ato e thellojnë ndarjen etnike në shoqëri dhe e kthejnë përfaqësimin shqiptar në sport, arsim dhe kulturë në një shënjestër të vazhdueshëm të dhunës verbale dhe fizike. Tolerimi i dhunës ndaj një klubi që përfaqëson me krenari komunitetin shqiptar në kryeqytet është dëshmi e qartë se një pjesë e institucioneve në këtë vend, përfshirë edhe organet e rendit që ishin të pranishëm gjatë incidentit, nuk po i përmbushin as detyrimet minimale kushtetuese për të garantuar barazi dhe siguri për të gjithë qytetarët. Prandaj, Bashkimi Demokratik për Integrim kërkon hetim të menjëhershëm, të pavarur dhe të plot për incidentin në fjalë, nga institucionet e sistemit, por edhe nga trupat sportive vendore dhe ndërkombëtare. Kërkon dorëheqje të menjëhershme të zëvendës ministrit të punëve të brendshme, Astrid Iseni, dhe zëvendës ministres të sportit, Safie Sadiku Shahini, për shkak të përgjegjësisë politike dhe institucionale që lejojnë të ndodhen një ngjarje e tillë dhe madje as nuk reagojnë, as zëri nuk ju dëgjohet. Kërkon që ky rast të shërbejë si pikë these për të rishikuar seriozisht çastjen shtetërore ndaj marrëdhënieve ndëretnike dhe për të ndaluar urgjentisht çdo politikë që prodhon ndarje, përjashtim dhe tension. U drejtohemi institucioneve vendore dhe ndërkombëtare, trupave sportive, mediave dhe shoqërisë civile, mos lejoni që gjuha e urrëties dhe dhuna të bëhen normalitet. Mos lejoni që sporti të përdoret si skenë për friksim dhe për çmim etnik. Shqiptarët në këtë vend nuk do të pranojnë të trajtohen si të padukshëm apo si të dorës së dytë. Ata janë kontribues, sportist, qytetar të barabartë dhe krenari e këtij vendi. Sot, të gjithë duhet të jemi një zë i fuqishëm për drejtësi, për barazi dhe për bashkëjetesë të vërtetë. Në krah të çdo të riu, të çdo institucioni që sulmohet padrejtësisht, ne do të jemi aty, të vendosur dhe të qartë në qëndrimin tonë. Të drejtat tona nuk janë të negociueshme.